I ditë prej ditësh ky burri i madh, princi I shtetit islam, khalifi I dyti I Resulullah sallallahu alaihi wasallam, u vënu në hutbën e xhumas. Erdhi, hypi minber, dhe para se të filloj ligjëratën, I tha: o vëllezër, u kërkoj ndjes, të shkak që u bona vonë sot ishte gjybja ime. Gjybe mund t'i thomi në sot, po në kohën e asaj kohë ishte tip pelerine që vishej si për të ftohtë dhe për të ngrohtë. Dhe princi I asaj kohë I shtetit islam nuk kishte dhe nuk posedonte përveç asaj pelerine. Pra e kish heq, e kish la, e kish prit derisa I shta, e veshi dhe doli të pri burrave të asaj kohë dhe ati mbeti për imam. Dhe kush jemi ne që të flasim këtë burra?